Qabja do të rrethohet me mbi 100 kulla të larta dhe luksoze deri në vitin 2036. Apo ndryshon Meka për gjithmonë? Arabia Saudite ka prezantuar projektin madhështor Porta e Mbretit Selman, një nismë që synon të rrethojë Qaben me mbi 100 kulla të reja moderne dhe luksoze, përveç atyre që tashmë janë ndërtuar. Zona rreth Qabes do të shndrohet në një qendër të re botërore për mikpritjen e pelegrinëve me hotele, qendra tregtare, hapësira për lutje dhe ambiente publike që do të mund të strehojnë deri në 900.000 besimtar. Sipërfaqe ndërtimore parashikohet të arrijë në 12 milion metra katror, duke e kthyer Mekën në një nga qytetet më të zhvilluara në lindjen e mesme. Ndërkohë autoritetet saudite kanë premtuar se do të ruhen dhe restaurohen zona me vlera të larta historike dhe kulturore si pjesë e identitetit islam. Sipas autoriteteve saudite, ndërtimi i këtij superprojekti do të përfundojë brenda vitit 2023 si pjesë e vizionit të gjerë ekonomik dhe social Vision 2030 të udhëhequr nga princi kurorës Mohammed bin Salman. Projekti do të menaxhohet nga kompania Rua Al Haram Al Makin në pronësi të Fondit të Investimeve Publike të Arabisë Saudite dhe pritet të krijojë qindra mira vende pune deri në vitin 2036. Por ky transformim nuk po vjen pa debat. Shumë komentues, studiues dhe aktivistë kulturor kanë shprehur shqetësime se rritja e ndërtimeve moderne rreth Qabes mund të ndikojë në karakterin shpirtëror, historik dhe arkitektonik të qytetit të shenjtë. Pyetja që ngrihet është: apo kthehet Meka në një qytet luksi apo po përshtatet me nevojat e kohës moderne?